Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësuese Blerta Feza nga shkolla fillore Reç Rushit Zajazi, fshati Zajas, komuna e Kërqovës. Unë sot do të mbaj një orë mësimore e nkas për nxënësit e klasës së parë. Në lëndën e matematikës, njësia mësimore, numrat çift dhe tek. Qëllimi i kësaj ore mësimore është që nxënësit të kuptojnë numrat çift dhe tek, si dhe të bëjnë hapa me nga dy. Për ju nxënës të dashur, kam paraqitur disa shembuj, ku kemi dorëzat, kapelen, librin, këpucët. Ti shikojmë. Kemi dy dorëza, shoqërohen dhe janë numra çift. Kemi një kapele, nuk shoqërohet, është numër tek. Libri është numër tek, sepse nuk shoqërohet. Kemi këpucët, janë dy dhe janë numra çift, sepse shoqërohet. Më poshtë kam paraqitur disa katror me numra, ku afër katrorëve është një flutur. Ne duhet ta ndjekim fluturën. Flutura do të fillojë nga numri 1 dhe me radhë. Te ato numra ku ndalon flutura janë numra tek. Te ato numra ku nuk dalet fare flutura janë numra çift. 1 prej te numri 1 te numri 3, prej te numri 3 te numri 5, prej te numri 5 te numri 7 dhe prej te numri 7 te numri 9. Pra, flutura ka kaluar në për numra tek. Numrat çift janë numrat që ndahen në dy grupe të barabarta, dhe ato janë 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dhe 20. Numrat tek janë numrat që nuk ndahen në dy grupe të barabarta, por gjithmonë mbetet një. Ato janë 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dhe 19. Për ju nxënës të dashur, kam përgatitur disa detyra. Detyra e parë: veço numrat tek dhe çift dhe vendosi në shportën e duhur. Ne kemi dy shporta, ku te njëra shport do të vendosim numrat çift dhe te shporta tjetër do të vendosim numrat tek. Fillojmë t'i vendosim. Pra i vendosëm. Kalojmë ke detyra e dytë. Shkruaj sa ka gjithsej. Vendos shenjën e saktë nëse numri është çift ose tek. Ne kemi disa figura. Kërkohet që t'i numrojmë, ta shënojmë numrin dhe të shohim numri a është tek apo çift. Fillojmë t'i numrojmë. 1, 2, 3, 4, 5. Kemi 5 yje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemi 8 radhë. Pra themi, gjithsej kemi 5 yje dhe numri 5 është numër tek, sepse kemi një mbetje. Kemi gjithsej 8 radhë, numri 8 themi se o numër çift, sepse radhët bashkangjiten njëri me tjetrin. Kalojmë ke detyra e radhës. Detyra e tretë: radhët me numra tek xhirosi me ngjyrë të kuqe, ndërsa ato çift me të kaltërt. Nga ne kërkohet që t'i ngjyrosim radhët dhe t'i gjejmë numrat çift dhe tek. Fillojmë. Ngjyrosëm
rrathët me numra 8 me ngjyrën e kuqe. T'i ngjyrosim edhe rrathët me numra qift. I ngjyrosëm të gjithë numrat. Nxënës të dashur, sa mbajtëm mend? Rretho numrat tek, rretho numrat qift. Te numrat tek, nën A 7, nën B 10, nën C 1. Te numrat qift, nën A 5, nën B 8 dhe nën C 2. Fillojmë të rrethojmë. I rrethuam. Numrat tek janë nën A 7 dhe nën C 1. Numrat qift janë nën B 8 dhe nën C 2. Detyrë shtëpie. Shkruaj në fletore numrat nga 1 deri në 10 dhe ndani ato në numra qift dhe tek. Mirupafshim!